është problemi neve, se thujna, në ku të shkojna në botë kena qef me kon shefa. Po me lur, edhe me lur shefin. A ke po dhe dikunaj pik artistike, ata luj shefin. Edhe për një javë ditë na kena ato mu bo qef, kena shef me kon. Kështu që ju, unë e kom punu 15 vjetë tash ma heret, unë ka ba mixtures të restorantit, ama shef ka qenë aji. Aji? Po, sepse nuk mundesh me kon shef në shtetë huj. Ti të thuna, na menojna që je shef, po shefin e ki tjetër më nalë se ti. Kështu që Zvicrant janë njerës të mirë, parën e tone nuk ta marrin, pas vete nuk ta dojnë. Që edhe frongat i kanë të mirë, valla, diqysh pak si të rosh. Diqysh me ngjyra i të. Me ngjyra, diqysh, si të pihi jam. Si majica jam. Si majica jam. A je ambientu shumë letë kur ke shku. Se pi një vendit vogël, me shku një vend të madh, edhe një vend këtë tjetër, ko që vështirë është. Është vështirë, ama i vetë misën që më ka mungu ka qenona familja, sepse po ndryshe jo ambientu shumë shpejt. Unë i du njerës që që janë të kulturum, njerës që janë të edukum, njerës që i mirën me jetën e vetë. Nuk ka njetë sen ma mirë se mu mirë me jetën tonë. Ndështë dhe donë me arrit diçka. Unë nuk fitoj kur gjë nëse mirën me jetën tonë, ose mirën me ty. Jo, absolutisht ja. Ne si popull i kemi që ato fatkesisht. Ne mirë ma shumë, e dina që kemë kujshise që kemë shpe. Si rrogën e 13 na i kemë punë të huja. Pasha zotë. Njëj që ashtu na dela ja. Qaja. Po, që ka kemi dhe mirë ka qenë. A ke pas vështirësi me gjuhën, me mësu gjuhën? Po. E ke pas? Në kantonin e juj, cilja gjuhën flitë? Frangjesht. Frangjesht, ja. Po. Kom pas sepse në fillim, kur kom fillu ato, kom punu me shumë nacionalitet, kom punu me Turk, me Portugez, edhe asë njani për tyne nuk e ka full, frangjisti është shumë e pështirë me full. Po, bre. Edhe mu pështjellë që më fjallët, po tash është. Ku më t'apel kysh, dhe farë fjallë që ka? Po mu ty t'apel. Ku më t'apel, po. A më mirë, falenderit. Unë s'kom pas asë njerë, s'kom pas mundësi me shku në shkollë atje, për shkak punës, po e kom su gjatë komunikimit. Komunikimit? Po. Mas mirë që mundesh me mësu një gjuhë, është nëse komunikon. Se mundesh me shku në shkollë, pa ato është alfabeti senet, ama nëse komunikon, ato e kitë sigur. E pas orarit punës, kohën e lirë, qyshe qenë? A merresh me muzikë? Unë e 2 ditë njafti kam pauzë, që me thonë për shemë. Se orarit punës, unë e kam punët deri në 12 natës. Kështë që kër e kry punën... Në gjumë. Në gjumë. Orari gjumit, aj? Jo, në gjumë me të regu, drejtë unë e kry 12 jam banisë, e kom shumë afer punën, pas taj e qeshështu, si të ti, një gjygëm qaj, pi qaj, këshyri pak civilizion. Dhe ju e pini në Zvicër qajna? Po që unë i kom suke Zvicrant me pi qaj. E le ma neve. Po, në pi qaj rusi edhe atje. Edhe qështu kalon koha, 2 ditë, që ato 2 ditë që e ka ma shumë munona me telefonata, me familje, jo me bu diqka, e që kjo është. A ka shqiptar shumë në kantonin e juj atje? Po. Ose në oferti e ku je? Unë nuk kam kontakt. I përshëndesëm krejt diasporën, mëre ku do që janë, shqyqyr zoti që ju kemi. Sofra është e modhe edhe për juve, këtu ju presum, me buk, e kryp, e zemër, edhe me naj spec të moshtë. Po, kena vend. Po, më qëshja, ne jem shpje modhe. Ka shqiptar sa dush. Ato në sidomos unë jetojnë në Friborg. Friborg, po. është e pa mundur me dalja dhe mos me një shqip të folë. Kështu që ka sa dush, edhe në lokal kune punaj, ka shqiptar sa dush. Mu shpesh herë më thonë bile vinë, edhe unë hësë si janë, na i ndëgjoj, pas ta i thëmë fond, i thëmën, hajtë natën e mirë. A shqiptar jeja, thëmë po vëlla shqiptar, jesë së duke se italian. Thashtë, jo vëlla shqiptar, prej që ati ku vjen ti, vjen dhe unë. Shqiptarët kogja shumë kanë më rënjove në Zvicër, po dhe në Gjermani jenë bo shumë të sukseshëm. A kemë shumë shqiptarët të sukseshëm atje? Ka shumë, ka prej atyne. Edhe në për institucione? Po, ka prej atyne që kanë linë, do me thonë thëmi që kanë shku ma herët, po thëmi atyne jënë bo avokata, ka prej atyne që kanë arrit e konë shumë të naltë. Po, ata jënë, që me thonë normal, se nonë e bobe ka shqiptar, po ata mentaliteti tyne, gjërat e tyne jënë Zvicrane, se që ato jenë linë, që ato jenë rritë, ma ndryshe është.
Ama kanë arrit shqiptarët. Po, kanë mërikë shumë sukses që jenë bo. Ne për gjitha, qoftë edhe një institucione, ndërmarje, sipermarje, në ta në venet kyqe, i ki shqiptarët. Ku të shkojsh? Ku të shkojsh i gjonë? S'ka vend që nuk mund, s'besej që ka në vend që nuk ka në shqiptarë. Në Kosovë që është presin këtë vishë? Kosovë mirë, faleminderit për Zotit, unë kam një familje, kam shoqni të madhe. Rreth madhe. Rreth madhe dhe unë jam një njeri, ndështë edhe shpesher kom pas problem një jetë, sepse jam një njeri, unë nëse e du dikën, e du. Me zemër. Po, ama nëse se du, bati hapa është. Unë e rafsh nuk ja bëj. Po. Kërkujna. Nëse e du, nëse më pëlqen si person, mujna me kalu shumë një kohë të mirë. Ama nëse së më pëlqen si person falë, po nuk mujna me konë në shoqni. I kom shumë mërzi njerës më mirë, më thash. Këshëre jetën tone, mirë me jetën tone, s'ko ma mirë. Po. Dash me jetës për para. Qësh jo? Ose rrina bash, po s'ko kur gjatë, më thetë bash. Mami e mja thot të rëqë, se të një ta Shqipnis. Po, Se me rotla. Jo, se me lomër njën me nga me ladru të poshtë, e për pjetë. E qaja kongë kështë ki me bo, a ka me dollë shumë shpejt, tash, mu lanë së unë trek. Këta të i po thuj, mu lanë së unë trek. Po, qaja kongë është një kongë shumë ritmike, edhe ka me dollë, tash të ndilën, dhe më thonë edhe 4 ditë. Del, edhe ishala do në zoti, edhe ju pëlqen njerëzve, edhe i falenderoj gjithë që ta që më kanë dimu, gjithë stafin, e në Zvicër, Besnikun, e Ferdin, me të gjitha ata që më kanë dimu, sepse ka qenë një organizim këgja i madhë, nështë kështu duket shumë thjesht, ama për me shku me marrë një person si që ka qenë, ajna, me shtin klip. Këgja procedurë, ka konja me marrë leje. Normal, sepse në Zvicër është çdo sen, unë për veti, çdo sen e bëj si pas ligjit. Unë nuk du me pas problem. Me ligjin. Jo, unë kur s'kom pas jetën tem problem as me ligjin, as Kosovë, as Zvicër. Po duhet me respektu ligjin? Edhe ligji respektu. Me mu qatë ligjin e Zvicës mu na pru dhe neve këtu. A i shko mirë? Valloj, me pas mund t'javë kësha pru, sad. Na kështë që me Vesternian? Me Vesternian. Po, buhet mirë me nashta dhe këto. Me shprej se pobre me të. Kanë fillu gjërat me ndryshu. Me binë senet e përvena, Jo, ka një. Po qare s'kanë. Ku ki mu këti në Zvicër me të? Unë e të mërkurën. Dhe thonë edhe 2 ditë. Pi bjen, unë e iku për Zvicër. Ta që vjapet nuk dihet ty. Vish për të që kërëshë në besh balonesh. Ta me për... Nashta shumë shpejt ndoshta ka shtaturi. A na ke për me qokolat me të? Po qysh Se jo? ti qysh lakmojmë na qokolat Zvicërës. Me ta tregun ty një histori. Hajde për që hapeshe. Fëllë për qokolatën, qokolata mas dere. Qëto punë të qokolata, sinqerisht ka ndodhë, kjo i ka 2 vjetë, po mdoket. Erdha edhe, kur erdha këto, për i merë njeri për i merë do qokolata, po ta shti mu mush atë s'po mund. Jo, dhe se anë i verës të që po shkënjihen kaj, Po. a i krem po bonget. Edhe thmija e motrës e këta këtë i hangren ato dhe tash po vinë do kusherina, kështo gra. E ameta na ke pru qokolata, tash vetë me vedi që ka me bos. Tash po që tash e dalë po është me një market, e ti marrë do qokolata. Këtoj. Po, këtuj. Po. Edhe ti qelim. E ti apë që stavodin, sa të mira këto Po qokolata. dhjetë sa një jashtit, po dhjetë sa një jashtit. Baloja, di që të ishin, sa të mira këto qokolatat e Zvicrës. Si morën vesh, a? S'kisha që ka me bu. E qokolata, po more, po sarë po vina, po shkojnë shpejt qokolatat. Shkojnë se i hajmë. I hojmë, qa me bu.